ndaj një protestuesi dhe më pas gjithçka mori një rrugëtim ndryshe, duke bërë kështu reagimin e shumë qytetarëve të ndryshëm, individë apo të figurave të ndryshme të njohura të mediave, por jo vetëm, të cilët më pas kanë sjellë edhe sensibilizimin të mëtejshëm të masës të qytetarëve dhe protestuesve, duke mbërritur në këtë pikë. Është një protestë që nuk i ngjan protestave politike të mëparshme, edhe ajo për faktin e vetëm se në momentin e parë që policia provoi të krijonte një kordon, themi sigurie, u çapo dhe në momentin kur u ndërhyr me autobotët nuk pati një sprasje të protestuesve, por vijuan për të mbërritur drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit, pra pikërisht në godinë e kryeministrisë. Prezenca e tyre tani më është stacionuar atje për këtë situatë, çka do të thotë që do të vijojnë të qëndrojnë në përcjellje të mesazheve në këtë çast, duke i dhënë një farforme me pankartët në duar apo duke bërë thirrje edhe me megafon. Droni është ai që tregon njëherë pamjet nga terreni, teksa më pranë protestuesve afrohet dhe padyshim ka një situatë të qetë aktualisht sa i përket formës të protestuarit, por me një pjesëmarrje të konsiderueshme. Me mira qytetarë të cilët kanë dalë në bulevardin ditën e sotme, kjo është një tjetër pankartë në duar, teksa kërkohen më konkrete edhe situatat për të cilën qytetarët shqiptar mendojnë që janë problematike. Reporteri si edhe pamje të drejta në këtë çast nga terreni nëpërmjet dronit, një protestë që padyshim mund ta themi fare thjesht që është madhështore dhe për shkak të mënyrës se si është organizuar dhe qendrese për tyre në ditën e 4. Kjo është ajo çka ofrohet në terren, nuk ka një organizim të mirëfillt apo një drejtues, po themi politik apo mënyra se si janë bërë protestat deri në sotme, janë qytetarë të ndryshëm që përcjellin mesazhe për qeverinë, nga dorëheqja tek transparenca për shumë problematika të tjerë janë ata që e lidhin këtë situatë me lodhje, me rropadje apo dhe me problematika të hasura gjatë gjithë këtij procesi kohor, për të cilin ka bërë që të revoltohen dhe të dalin sot në protestë. Janë të pandalshme mesazhet dhe reagimet e bëra në këtë moment, edhe pse prezenca e tyre në fakt sa ka ardhur nga protesta në protestë ka qenë në shtim. Nuk ka patur një heshtje nga ana e qeverisë për hir të së vërtetës deri në këtë çast, ka patur reagim dhe nga ana e tyre për të kërkuar kryesisht nga kryeministri Edi Rama një takim të mundshëm mes protestuesve ose të paktën një përfaqësie të tyre rreth 20 të tillë kanë për të diskutuar në kryeministri, por një gjë e tillë është refuzuar, çka tregon që protestuesit vijojnë të jenë të vendosur për të përcjellë mesazhet e tyre nga terreni, edhe pa dashur që pjesa e konzervueshme e tyre apo ajo moment për të cilin vetë ata mund të bëshin pjesë e një diskutimi, mund të shkonte në shuarjen e protestës apo në një ndryshim të saj. Kështu që për këtë arsye, pjesa më e madhe e tyre ka theksuar të paktën nga terreni që është më mirë që të vijohet me përcjellje mesazheve kështu. Mbethet për të parë nëse do të jetë një formë e tillë në vijim, duhet roketje, bërhurima dhe mesazhe të përcjellura në terren. Ajo që vlen të theksohet në këtë çast është që në këtë protestë nuk ka vetëm një reagim të bërë nga ana e qytetarëve të cilët janë në shesh. Një reagim masiv ka qenë në rrjetet sociale gjithashtu, një vëmendje të shtuar është dhënë në mediat ndërkombëtare, kryesisht në mediat më prestigjioze si Reuters, New York Times dhe Al Jazeera, të cilat kanë pasqyruar diçka ndodhur në bulevard, por edhe gjithashtu nga shteti fshin Greqisë, në të cilin kryeministri po thonë se ka një ndërhyrje. Megjithatë, edhe reagimet janë këto politike të bëra, por ajo çka mund të evidentohet më së miri në këtë pamje është prezenca e qytetarëve të gjitha grup moshave, duke nisur që nga fëmijë të vegjël, kryesisht gjenerata e re, apo dhe pensionistët të cilët kanë marrë pjesë në këtë protestë. Ndoshta kjo është edhe arsyeja se pse ata nuk bën një tërheqje pas pak minuta më parë kur u tentua nga autobotët me ujë që të i largonte pjesën e protestuesve, dhe këto janë pamjet që tregojnë rezistencën dhe prezencën e tyre në bulevardin Dëshmorët e Kombit, përballë godinës së kryeministrisë, aty ku janë stacionuar protestuesit. Do të ndjekim për pak çaste, ndoshta edhe pak moment për të kuptuar nëse ka mesazhe konkrete që po përcillen në këtë çast dhe i komentojmë më pas së bashku.